Vladimir Arsiculla në bashkëpunim të miturin, Lordi Sylla Kapile, Konfederale Vrasja Rënd, nga njeni 1.3 paragrafi 1.1.5 dhe pika 1.8 lidhur me njenin 31 për kës. Nga administrimi provat dëshmi është shqyrtim gjysor në mënyrë të plotë është vërtetuar se akuzuari Arsiculla në bashkëpunim të miturin Lordi Sylla Kapile dhe Konfederale Vrasja Rënd nga njeni 1.3 paragrafi 1.1.5 dhe pika 1.8 lidhur me njenin 31 për kës. Për të cilën në është akuzuar. Gjendja faktike përshkon në akt akuzës vërtetuar nga dëshmia të doktorës dëshmitares Tiri Suleimani se dhe nga dëshmia dëshmitarëve Rapie Plana, Ahmet Plana, Osman Shabani dhe Rëfek Feratit që të në mënyrë pinë se ka shpjeguar gjendja faktike ashtu si që të cepër në akt akuzë. Pashtu gjendja faktike përshkon në akt akuzës vërtetuar dhe nga administrimi i provave materialit të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, si që në raporti autopsisë me numër 23 vizë 313 datës 16 jyti 2024 nga Instituti Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, raporti ekspertizë mjeko-ligjore datës 20 jyti 2023 përfilluar nga eksperti mjeko-ligjor, flamur 2 në asim për të dëmtuar Tiri Suleimani, raporti ekspertizë nga Agjencia e Kosovës për Parazik, AKT hypërdin 25.565, hypër 25.474 datës 15.4.2025, raporti ekspertizë nga Agjencia e Kosovës për Parazik me numër referencë AKT hypërdin 23.302 hypër 23.924 pasi datës 10 pari 2024, raporti ekspertizë nga Agjencia e Kosovës për Parazik me numër rast AKT 23.04.13 datës 31 pari 2023, raporti nga Agjencia e Kosovës për Parazik me numër AKF 23.03.68 datës 4.10.2023, raporti nga Agjencia e Kosovës për Parazik me numër referencë 3.023.294 datës 23.10.2023, gjithashtu raporti nga Agjencia e Kosovës për Parazik datës 24 pari 2024, raporti analitik i videoincizimës bashku me CDN i datës 12.9.2023, procesë verbali për kontroll me numër të rastit 2023-0842 datës 11.9.2023, vërtetimi i sekustrimin automjetit 2023-0842 me numër rasti, vërtetimi i viktimin në sendeve të sekustruar përkohësisht, gjithashtu raporti i kthyrjes së vendit të ngjarjes me numër rasti 2023-0842 datës 11.9.2023 për trajtimin nga Ministria e Forenzikës, lista e dëshmive nga Ministria e Forenzikës, raporti analitik i videoincizimeve datës 21.9.2023, raporti analitik i videoincizimeve datës 17.9.2023, raporti analitik i videoincizimeve datës 12.9.2023 dhe 20.20 me videoincizime me numër rasti 2023-0842 datës 11.9.2023, si dhe nga fotodokumentacioni në shkresat e lëndës. Nga raporti autopsisë i përfilluar nga eksperti mjekoligjor Dr. Valën Hyseni për të ndjerit Vladimir Breznica është konstatuar se pika të ndjerit Vladimir Breznica ka ardhur si rrjedhoj e gjarderidhës masive në kohë hapësirën e lirë të kapazit të krahurëve dhe në hapësirën e lirë të barkut, dëmtimet e përshkruar nga pika 1 deri në 9 në kuadër të dëshmisë me lëndimet e freskët paraqisën primën hyrëse kanali dhe primën dalësi dhe të gjitha dëmtimet që kanë qenë të shkaktuara predhat që kanë shkaktuar predhat gjatë rrugtimit të tyre, dëmtimet e përshkruara me lartë janë të shkaktuara nga veprimi dinamik i predhave të hedhura nga razioni. Nga ekspertiza mjekoligjore përfilluar nga eksperti mjekoligjor i datës 20.10.2023 e përfilluar nga eksperti mjekoligjor Dr. Pasi për të dëmtuar Tiri Suleimani. Tiri Suleimani është konstatuar se tek e dëmtuar Tiri Suleimani është shkaktuar plagë hyrëse të shkuese të ideve të buta të shkaktuara nga arma zjarrit në regionin e pasur të poshtëm të anës së majtë të kapazit të krahuarit, të cila me kanal shkon nga shtrapa pare duke dëmtuar në shkallën e tretë shprekën, duke shpuar shtyar në pjesën e pasme në 3 vende duke shpuar zorën e trash transversale, një vend duke dëmtuar bishtin e pankreasit, duke dëmtuar omentumin e madh, pëlhura mbështjellëse i organeve të barkut, periumin me grumbollim gjakut në hapësirat e zgafrës së barkut, me grumbollim gjakut ajri në hapësirën e mbështjellëses të mëshkrisë së majtë, të kapazit të krahuarit duke përfunduar me vrimën dalëse në regionin e sipërm të anës së majtë, të barkut të shkaktuara nga veprimi dinamik i predhës, se hedhur nga arma zjarrit dhe së të timave pjesë në dëmtime të rënda trupore të rrezikshme për jetën në momentin e shkaktimit dhe me dëmtim të përkohshëm të shëndetit. Gjendja faktike përshkruar në gjendja faktike kësaj çështje penale vërtetuat veçanërisht nga dëmtuarës dëshmitar Tiri Suleimani, e cila
ka përshkuar gjendja praktike të përshkuar në këtë akuzë. Duke deklaruar se betejë të 11/9/2023 ka shkuar së bashku me bashkëshortin e saj të doktor Vladimir Breznica me djalin e tyre Enisin, i cili ishte moshës 4 vjeçar dhe kemi qenë duke shkuar drejt ka qenë duke shkuar në Kopshtin e Diellit se lexon në rrugë Zajt Pazitin në Podjev për të regjistruar djalin e tyre në kopsht. Pastaj së bashku me Valmirin dhe djalin e tyre kanë shkuar në Interex në rrugën Zajt Pazitin në Podjev, kanë hyrë brenda në Interex për të bërë disa gjëra ushqimore dhe në momentin që ka hyrë brenda në Interex ka shkuar tek gjërat ushqimore për një moment deklaron se ka kapur plumbi të dëmtuar dhe ka kthyer kokën dhe ka parë Valmirin, tani të ndjer Valmirin, i cili kishte qenë në shpërndarje në tokë për plumbave që i kishte marrë. Kam vjetur shtirë në tokë dhe afër saj ishte edhe djali i saj, moshës 4 vjeçar, i cili ishte edhe ai shënjesër për plumbjes, me ka goditur me duart në pjesën e barkut dhe ka ndjershë në ndjemje shumë të madhe. Dhe e ka parë person që ka goditur me armë dhe ka ikur nga Intereksi. Pastaj ka ardhur policia dhe personi që ka goditur me armë të zjarrit e ka parë dhe pastaj të njëjtin e ka parë në gazeta dhe në rrjetet sociale dhe e ka deklaruar se është i mituri Lufik Sylla, i cili ka prindër Arsim Sylla. Ka deklaruar se Arsim Sylla është hakmar ndaj tyre për shkak të incidentit i cili ka ndodhur atij. Duke deklaruar se panderi Arsim Sylla ka nxitur djalin e tij Syllën që të kryej vrasjen ndaj bashkëshortit të saj të dëmtuar Lirie Sulejmani, të ndjeri Vladimir Breznica dhe ndaj djalit të tyre Enisit për shkak se duarti ishte i mitur, duke deklaruar se ka dashur i ka vdekur Arsim Sylla që të ikë të dënimit të rënd nga gjykata. Arsim Sylla ka qenë prezant në Interex kur ka ndodhur ngjarja. Arsim Sylla ka dashur që neve të na vrasë si familje të treve, e dëmtuara dëshmitari Lirie Sulejmani ka deklaruar se ka dëgjuar pisma shumë të mëdha të ardhme, ashtu e dëmtuari Lirie Sulejmani ka deklaruar se i pandyr Arsim Sylla e ka orientuar djalin e tij të mbyllë Lirie Sylla drejt neve, ku shihet i pandyr Arsim Sylla me gjestet e tij pasi që për një çast ndalet dhe pekatit të dytë na sheneve në fatin e parë se ku po shkojmë pas disa sekonda shkojmë dhe vazhdojmë rrugën për në fatin poshtë i mituri Lordi në drejtim tonë, ndërsa i pandehuri Arsim del jashtë objektit. Pashtu kjo gjendje fakteve për të duhet edhe nga dëshmia e dëshmitarëve, nga Pije Plana, Ahmet Plana, nga dëshmia e dëshmitarit Osman Shabani dhe Vedat Perati, dhe gjithashtu edhe dëshmitari Padil Sylla në deklarën e tij ka deklaruar se Vedat 11/9/2023 ka qenë në shtëpi, ka dalë me një shok i cili quhet Arsim, pastaj është kthyer në shtëpi dhe derisa ka dalë në varr ka dëgjuar sirenat e policisë dhe ambulancës duke shkuar për Prishtinës në drejtim të Podjevës me datën 9/9/2023 ka qenë në aeroportin e Prishtinës dhe ka marrë arsimin në parking dhe është nisur për në shtëpi ku i pandyr Arsim ka qenë me djalin e tij Lordi. Sa i përket mbrojtjes së të pandyrit Arsim Sylla në mbrojtjen e tij të dhënë në polici e njëjti edhe në prokurori të thënë është mbrojtur në heshtje, ndërsa në mbrojtjen e tij të dhënë gjashtim gjyqësor me mbrojtjen e tij është munduar që tij përgjegjësisë penale. Andaj, nga administrimi gjitha prova dhe dëshmive në shqyrtim gjyqësor është vërtetuar në mënyrë të plotësi i pandyr Arsim Sylla në bashkëpunim me të mitën Lordi Sylla ka kryer veprën penale vrasje rënd, kanenin 73 paragrafi 1.1.5 dhe pika 1.8 lidhur me nenin 3 të KPR-s, i pandyr Arsim Sylla ka kryer veprën penale të lartësisë e cila i vjen në barë e ka kryer me dashje dhe në gjendje të përgjegjësisë së plot penale. Andaj mbetën në tërësi pranë këtij akuzë dhe provojë gjykatës që i pandyr Arsim Sylla të shpallet pajtor dhe të dënohet sipas ligjit për shkak se i pandyr Arsim Sylla në bashkëpunim me të mitën Lordi Sylla ka kryer veprën penale vrasje rënd nga neni 173 paragrafi 1.1.5 dhe pika 1.8 lidhur me nenin 3 të KPR-s për të cilën është akuzuar si në këtë akuzë. Dhe me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin të merren parasysh raportat rënduese se janë në mënyrë kryesore veprës penale, pjesha e rëndë e veprës penale dhe pasojë shkaktuar me kryen e veprës penale. Në mbështetjen në tërësi fjalën komentare të prokurorës. Atëherë, sipas dispozitave përkatëse, në emër të dëmtuarës pra me një elaborim të shkurtër në qenë se theksuan disa
nga ato që janë shqyrtuar këtu në këtë qytet gjyqësor, po nuk të ta zgjatja shumë për shkak se dorëzova edhe fjala prezantare. Atëherë nderuara kryetarë dhe anëtarë të grupit gjykus, të nderuar të pranishëm, të referuara këpucë të prokurisë themelore në Prishtinë, Departamente e Grupimit të Rënda, se dhe provat e paraqitura dhe të administruar gjatë këtij shëtimi gjyqësor, rezulton e provuar se pas një përgatitje paragrafe i akuzuar i Arsim Sylla ka kryer veprën penale rasja e rëndanit 173 paragrafi 1 në paragrafin 1.5 dhe 1.8 lidhur me nenën 31 e Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Pra, ka shkryje duke bashkëpunuar ngusht dhe duke kontribuar në mënyrë thelbësore së bashku me djalin e tij Lordi Sylla në aku e mitur. Konkretisht në datën 11/09/2023, rreth orës 12:15 derisa ndodheshën e patën e dytë të restorantit në qendrën tregtare interes në Podujevë, pasi kanë drejtë se ndjeri Vamir Vladisa kishte parkuar veturën e tij të tipit kod 7, gjyra e bardhë, dhe se bashku me bashkëshorten e tij Lidia Sülejmani dhe djalin e tyre 4 vjeçar, kishin hyrë në market biletë të sendeve për nevoja shtëpiake. Të akuzuarit kanë ndërmarrë veprime konkrete për realizimin e qëllimit kriminal. Në këto rrethana e mitur i Lordi Sylla duke vepruar në koordinim të plot me të akuzuarin Arsim Sylla, e kanë përcjellur të ndjerin Vamir Vladisa, që nga vendi ku e kishte parkuar veturën, duke vazhduar brenda marketit dhe ka shtënë gjithsej 8 herë me trupin e të ndjerit Vamir Vladisa, duke i përdorur dy revolvere armë zjarre. Nga provat administruar rezulton se ndjeri Vamir Vladisa pas hyrjes në marketin Interex Liristës së bashku me djalin e tij 4 vjeçar, të cilën mbante përdorur, ndërsa bashkëshortja e tij Lidia Sülejmani ndodhej afër rreth 1 metër përpara tyre. Me të arritur në sektorin e produkteve dhe qumshit në marketin Interex, i mituri Lordi Sylla, duke vepruar në mënyrë tezare dhe nga prapa, i është afruar të ndjerit Vamir Vladisa dhe ka goditur fillimisht me armë zjarre në regionin e Qapës dhe të Shpinës. Si pasojë këtyre goditjeve, i ndjeri Vamir Vladisa është rëzuar me njën e tokë. Pas brazës së armës së parë, i mituri Lordi Sylla ka nxjerrë nga çanta një armë tjetër zjarri revolver dhe ka shtënë 4 herë në regionin e kokës së të ndjerit Vamir Vladisa, duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme në vendin e ngjarjes. Duke u mbështetur në raportin autopsisë të Institutit të Mjekësisë Ligjore me numër MA23/313 të datës 29/04/2024, konstatohet se vdekja e të ndjerit Vamir Vladisa ka qenë vdekje e dhunshme. Sipas ligjeve mjekëligjore, shkaku i vdekjes është gjardhje masive shkaktuar nga plagët e marra në regionin e kokës. Nga raport rezulton se në trupin e të ndjerit janë shprehur gjithsej 8 plumba, të cilët kanë shkaktuar dëmtime fatale të shkaktuara nga përdorimi i dy armëve të zjarrit, Në këtë rast ka pësuar dëmtime trupore dhe psiqike dhe dëmtura Lidia Sülejmani dhe djali i tyre. Pra, nuk po i përmendi ato pasojat e cilat i ka sot në shëndetin e saj sepse u theksuar nga ana e prokurisë. Mirë po, këto dëmtime të Lidia Sülejmanit kualifikohen si dëmtime të rënda, të rrezikshme për jetën në momentin e shkaktimit, se dhe kanë shkaktuar dëmtim të përhershëm të shëndetit. Nga kjo ngjarje, përveç faktit se ishte seriozisht i rrezikuar për jetën, dëm dhe trauma të rënda psiqike ka pësuar edhe djalit të dëmtuar Lidia Sülejmani, përkatësisht djalit të ndjerit Vamir Vladisa, i cili i mitur në moshën 4 vjeçare. Vlen të theksohet se akoma së kësaj dite pa trajtuar sistematikisht. Siç rezulton nga provat materiale të siguruara, përkatësisht nga recenzime të kamerave të sigurisë në vendin e ngjarjes, konstatohet se ndjeri Vamir Vladisa është krijuar nga jeta në prani të drejt përdorimit të djalit të tij të mitur, të cilin e mban të përdorur në momentin kritik. Nga pamjet filmike vërejtëse, ndërkohë që i mituri nuk ishte në dini të asaj që pëndote dhe ndodhi në afërsitë të babait të tij, i cili tashmë ishte i shtrirë në tokë, ai ka qenë dëshmitar okular i veprimit kriminal, përkatësisht e ka parë Lordi Syllën duke shtënë me armë zjarri në drejtim të kokës së babait të tij. Në ato rrethana dëmtuara Lidia Sülejmani ashtu ka plagosur rënd, vrapon dhe kap të miturin me qëllim të largimit të tij nga vendi i ngjarjes, ndërsa gjatë largimit
për shkak të statut së rëndë dhe vërdjekjeve të dëshmogur rrezikut të mëtem, ata rrezohen duke qenë të ekspozuar në një ngjarje jashtëzakonisht traumatizuese dhe makabre. Gjykatën e njoftojnë se dëmtuara liria që marrin në secilin e palës së dëmtuar paraqet kërkesë pasurore juridike. Për fund të nderuar gjyqtarë dhe të nderuar anëtarë të trupit gjykues, pas një dyshje se në këtë proces tani më kemi një rast të qartë, një stop të sharuar mjaftueshëm. Kemi një varg faktësh që lidhen mes tyre me saktësi kohore, logjike dhe psikologjike që lidhin direkt dhe organikisht arsimsytën. Brenda vetëm 3 minuta nga momenti kur i mbiturin ndodh nga babai, për ka se dorë dëshira ku ndodh nga babai arsimsytën, ndodhi vrasje. 3 minuta. Asnjë kthim për sigurtë. Asnjë blerje çipsi, asnjë Red Bull. Nuk ka asnjë veprim të rastishëm. Ka vetëm ndjekje, ka vetëm përshëndrim të viktima. Kjo afërsi kohore nuk është rastësi, është koordinim dhe bashkëveprim. Është vërdije për atë që do të ndodhë. Pastaj, kemi deklarimet e vetë të panderët arsimsyta. Në një moment, thotë se viktima nuk kishte bërë asgjë. Në një tjetër moment e quam kriminal. As sa ndërhyjnë në gjykata për të tërhequr vërejtjen. Ky nuk është lapsus, ky është një motiv, ky është për qëndrim i brendshëm armiqësor. Ky është konflikt që ushqen veprimin. Dhe me tej, pretendimi se e ka parë vetëm veturën, por jo viktimën. Si mund të shmangësh nga dikush në dy parë? Shmangja në kupton dieni, dienia në kupton perceptim, perceptimin në kupton prani reale dhe dije për të. Por elementi që flet në forcë se çdo fjalë është veprimi pas ngjarjes. Sistemi i kamerave në podrumin e shtëpisë arsimsylet hiqet dhe hidhet nën detyrinë nga vetë i akuzuari. Kjo nuk është sjellje e pafajësie. Është përpjekje për të zhdukur gjurmë. Është frikë nga e vërteta që mund të zbulojë. Një njeri i pafajshëm e ruan provën. Një njeri që ka frikë nga prova e zhduk atë. Të gjitha këto elemente të marrë së bashku formojnë një tërësi të pandashme. Bashkëveprimin, motivin, afërsinë kohore, ndjekjen, deklarimet kontradiktore dhe zhdukjen e provave. Vjedhëmisht të gjitha këto janë pjesë e mekanizmit të vetëm veprimit. Standardi ligjor kërkon bindjen për te dëshimit të bazuar, andaj ekziston vetëm një përfundim logjik. I akuzuar e arsimsyta ka vepruar me dashje, ka qenë shtetës, nxitës dhe pjesë e realizimit të veprës penale në bashkëpyetje dhe ka tentuar të shmangë përgjegjësinë pas saj. Prandaj në emër të ligjit dhe në emër të drejtësisë, propozojmë të gjykata të shpallë fajtore arsimsytën dhe ta dënojë sipas dispozitave të pastë ligjore fandim. Jo, nuk është pas një pak të sëmë të për qasë kërkesën pasurore juridike për tërkimet fizike, psikike dhe emocionale që nuk të bërë. Nëruar këtare të gjykus, nëruar nëtare, kolegë të këndore, në neshën pasarë. Arsimsyla është për e juve këto, jo për faktin që krem dhe një krem, për përshkak se përgjëria besonë se lepra penale vrasë është vepër penale objektive, dhe kushdo që ka qenë prezent, kushdo që ka kontaktu në të vitrin, kushdo që ka pas lidhje familjare në të vitrin, dhe duhet të ishte në blokën të akuzuar. Pra këta, dalim përtej çdo përkufizime se faji është individual, përtej çdo përkufizime se secili përgjigjet për veprimin e tij, dhe përtej çdo përkufizime që ligji e favorizon parimin e dublu pro reo, kurdo që dikush nuk mund të mbahet përgjegjës me fakte dhe prova të vërtetuara në seancë gjyqësore. Arsimsyla është njëri intelektual, siç e keni parë, i shkolluar, i pa gjykuar, i pa hetuar, i pa dënuar asnjëherë për asnjë krem, qoftë ato që janë fashikë dhe në lëndës për të tjerët, qoftë ato të cilat i njëni jo e gjykoni të det. Arsimsyla ishte viktim sistematike, njësaj si që ishte gruaja e tij,
njësoj si që ishin fëmija ti, njësoj si që ishin familjarët e ti, por asnjëherë nuk kupton e asnjëherë nuk u nështrua dhe gjyqësisë, por trokiti në tyre të drejtësisë. Arsimësyra trokiti në policinë për jetë, erdhin e udhëzimet e tyre në stacionet e mëdha mazgjerëve ku kërkoi drejtësi, erdhin në prokurori dhe arriti në zërin e tij e shpresat e tij deri tek kryeprokurori i shtetit për të kërkuar drejtësi. Arsimi nuk e mori drejtësinë duar, as atëherë kur u la për të vdekur e i vrarë në parken, nuk e mori drejtësinë duar, as atëherë kur kishte motiv sepse bashkëshortja e tij kërcënohej me jetë e familja e tij, diskreditohej, degenerohej, fyhej e shtyhej me mesazhet se cilat i kemi lexuar, që për secilin janë trishtuese, e lënë më për dikë që ka jetuar në lëkurën e tij. Nuk e mori drejtësinë duar as kur kërcënuan gjyqtarët e prokurorët në emër të krimeve që ata ndërmendin për kërkojë jetën dhe të drejtat e tij, por siç thash e po përsëris ai kërkoi drejtësi. Njësoj sa po kërkon drejtësi për në smejë të kolegët e. Nuk po kërkon favorizim, po kërkon që në sy e ligjit të shihen veprimet e tij, në sy të ligjit të shihen edhe pasojat për palme të dëmtuar, në sy të ligjit të shihen edhe veprimet e të vitrit që nuk është prezent këtu. Po ka ndodhur një kërë, po krimi duhet gjykohet, po ka vdekur një njerëz, pavarësisht të dëmave të tij, ne mendojmë që askush nuk duhet të vdesë nga plumbi, por duhet të përballet në drejtësinë, dhe kështu ka qenë edhe dëshira, edhe kërkesa e jonë për personin që ka plagosur arsimin, dhe këtë që ai ose ajo ka parë si metodë për të jetuar duke shkel ligjin. Tani ndjeri nuk është para kësaj gjykate, por patjetër se profili i tij nuk mund të injorohet nga kjo gjykate, dhe nga askush që duhet të ndajë drejtësi. Tash i nituri nuk është para kësaj gjykate, por po ashtu vetitë e tij, përjetimet e tij, dhuna e përjetuar nga ai, qoftë distancionale dhe tortura shpirtërore, psiqike, që ka përjetuar në rastin e leximit, në rastin e dëgjimit të kërcënimeve e sulme ndaj familjes së tij, duhet të përshohen në këtë institucion ku ndahet e jepet drejtësi. Imito është sot para një gjykate, pret të përgjigjet për veprimet e tij, pret të deklarohet nëse u përsip apo nëse ishte instinkt, pret të deklarohet nëse ishte veprim i planifikuar apo incident i shkaktuar. Pret të deklarohet nëse ai u motivua nga ajo çfarë pau, lexoi e dëgjoi, apo nga ajo çfarë dikush pretendon që e orientoi. Tani prokuroria ka një listë të provave të cilat i kemi edhe në akuzë. Këtu e ku kërkojnë që ju të vapani dësimin rënd më rënd. Absolutisht se cilës veç, as vrejtje nuk i kemi dhënë, e lërë më që ta komentojmë saktësinë ose ligjshmërinë përveç atyre që pretendojmë që nga fillimi që janë të kundërligjshme, pavarësisht çfarë provojnë e që për arsimin nuk provojnë asgjë. Ti kthehemi dëshmisë së dëshmitarit. Kush është dëshmitari më i mirë në rastin konkret për të ndarë drejtësi dhe për ta çmontuar një akuzë të ngritur në prokurori, është dëshmia e zonës Sulemani. Zona e Sulemani ka deklaruar se atë bashkëshorti i saj fillimisht ka dalë në mëngjes me prindin e tij, kanë shkuar në podrim dhe është kthyer në shtëpi. Ka deklaruar se janë dakorduar vetëm ata dy dhe nuk e ka ditë askush dhe nuk e kanë telefonuar askënd për të shkuar në Interex. Jo vetëm në Interex të Kofshit i Diellit për ta registruar djalin. Janë nisë ka dhënë itinerar, kanë shku, kanë kryer punë në Kofshin Dielli dhe janë afruar për të shkuar tek Interexi. Kushdo që ka qenë podrim, kushdo që e ka pa restoranin ku ka qenë arsimi me tani të mitur, kushdo që e ka pa Kofshin Dielli e ka vetëm një konfuzion logjik. As fizikisht, as ajri nuk po thitet në njërin dhe tjetrin, e vjona shikimi ku mund të shesh, sikur ne kemi aftësinë e mundësinë për parë nga kjo sallë këtu në një sallë të gjykatës supreme, që është absolutisht e pamundur. Pra, Interexi, lokali ku ka qenë arsimi me të mitë, janë në një distancë
për të ecë në kam rreth 100 ca metër, por kanë në mes një hendek, kanë në mes tërë ndërtesën e Interexit dhe kopshti dielli është shtëpi private që është në fund rrugës fare dhe as te pjesa e garazheve nuk mund futesh e nuk mund ta shohësh e nuk mund ta dish. Çka ndodhi atë në Kodëvjet? Arsimi doli siç e ka sqaruar dhe mbrojtja e tij me asnjë provë, do ta analizojmë nuk është kontestuar. Asnjë provë, as fjalë përfundimtare, as në parashtrimën fillestare, as gjatë ekzaminimit të provave materiale, mbrojtja e tij nuk kontestuar. Dhe vetmia thirrje që i bëhet gjykatës, mos ia falni besimin për shkak se është motiv i përgjegjësisë penale. Sikur kështu është e ligje, do duhet që asnjë mbrojtje që del këtu, pra ligjërisht do duhet që mbrojtja të diskualifikohet si kredibile për shkak se secili ka interesin për ta mbrojtur vetën dhe madje ligji jep mundësinë për të mbrojtur me fakulteta edhe me të pasakta dhe s'ka detyrim për ta mbrojtur vetën fare në asnjë rast. Doli arsimi në qytet, bashkë me priturin, secili me detyrat e veta, kontaktoi me Axhen, ja u sqaroi se si priti e priti, dhe pse priti. Sqaroi se pse doli i mitur, sqaroi se ishte koha e drekës, sqaroi se shkoi për të drekuar në restoran kur as nuk kishte vetura, as nuk kishte persone, as nuk kishte indikacion se do të shkante dikush atje. Dhe bashkë me djalin e tij drekuan siç e kemi parë në pamjet vizive në falën të siguruar nga restorani ku kanë ngrënë ushqim. Arsimi e sqaroi se nuk ka dashur asnjë përballje me tani të ndjerën dhe kjo nuk është. Ka pas motiv, ka pas arsye, ka pas përjetime, ka pas psime nga njerëzit që ai është asociuar e për cilët drejtësia tashmë ka folur para një dite ku e ka dënuar një dënim në burgim mos gabofsha për 2 viteve dhe është ekstradu personi që arsimin ka tentuar ta privoj nga jeta e që gjykata ka cilësuar si vendim trondëtor, pra vetëm para një jave e pak, nëse zgaboj kolegu ka qenë prezident atje, kur ai është ekstradu nga një shtet perëndimor dhe është ardhur për të përballuar në drejtësinë këtu. Pra personi për cilin arsimi e kishte denoncuar krimin dhe e kishte denoncuar përjetimin e tij, e psimin e tij, tashmë ka një vendim se pa gjykatë në shkallë të parë, por si ajo deklaruar fajtor nëse unë nuk ka bërë. Pra ai ka pranuar fajsin për raportat njësoj siç e ka përshtuar prokuroria dhe për këtë arsye ka vendosur gjykatë. Pra nuk ishte ndjerë personi që shteu, siç e ka sqaruar arsimi, nuk analizoi dëshminë e tij, sepse dëshmia e tij nuk ka asnjë pikpyetje e asnjë dilemë nga ajo që ngritet në prokurori. Koha sa ishte tani ndjeri në kopshtin dielli nuk u provu në asnjë formë që ka qenë e njohur as veprimi, as qëndrimi, as arsyeja, as shoqërimi në atë pjesë ku e thash edhe një herë as fizikisht, as vizualisht nuk mund të kenë lidhje një relokacion me tjetër. Arsimi nuk e ditë. Këtë e provon secili dhe këtë e provon dëshmia e zonës Sulemanit. Pra prokuroria e ftën për të besuar dëshmisë së saj, e mund të ftën me besu për këtë pjesë. Asaj çfarë zonja Sulemani ka përjetuar e nënshtrohet në përulje me kredimfalje, me keqardhje në çdo formë. Jo vetëm kjo sinon e një fëmijë pranë saj, por kushdo njeri që ka përjetuar atë situatë aty. Me ose pafajnë e dikuj, me ose dashin e dikuj, me ose djenin e dikuj, me arsimi, bashkëshortja, se cili familjari i tij i shprehën keqardhje dhe natyrisht në vjen keq që pafund për përjetimet e saj, qëpsimet e saj, vendimet e saj. Por, fakti që kjo ka arsye, fakti që ato veprime tashmë dyshohet dhe ka një dyshim të mirë bazuar se janë kryer nga një i ri aso kohë që është fëmia biologjike dy prindërve që keni përballë këtu, nuk e bën fajtor babën. Do ta bënte fajtor babën, sikur prokuroria gjatë këtij gjykimi do të ofronte prova për planifikimin. Do të ofronte prova për ndihmën thelbësore në një furnizim, në një trajnim, në një identifikim, në një lokalizim, në një përcjellje, në çfarë do kontributi që do ta çonte Arsim Sylën në kontribut thelbësisht, pra
esencial për ta realizuar. Madje edhe për ta dashur pasojën, thjesht për të mos bëu kurrë, nëse do ta dëshironte pasojën në mënyrën se si është kryer, si është realizuar, do kishte logjik në të ndryshme përfaqësi. Për prokuroria, për te asaj çfarë shkruan në akuzë e ku thotë që si rezultati një aktorje, pa çka se vetë nuk e precizojnë furë pse qysh kush çka, thotë se prim dy gjëra i ka prokuroria që i përshkruan në këto dhe tjetër është rrethent, është ngjarje, janë fakte, janë identitet, të cilat si konteston askush në këtë gjykim. Pra prokuroria thotë ka përgësitur djalin e tij. Veprimi i parë inkriminues në akt akuzë për arsimin është se ka përgësit djalin e tij. Por pyetja është kur, dhe si e provuan, me çka provuan. Cilën provë këta e dorëzuan këtu, të telefonit, jo, të laptopit, jo, të komunikimeve familjare, jo, të dëgjimit akustik të diskutimeve në Interex apo diku tjetër, jo. Pra, porositja mbetet hamendsen për askush sa nuk është e provuar në gjykim dhe përsi rezultati i kësaj nuk mund të mbahet përçes askush për një hamendsen që dikush e mendon, se dikush mendon se për faktin që ka qenë dënimi i ulët për të mitur, nëse s'është i ulët, sepse bëhet fjalë për vite, nuk e di sepse do të duhet mendohet që është dënimi i ulët për me çuar një fëmijë në një krim si ky dhe rrjedhëmisht në një pasojë si kjo, pas ka ndodhur siç pas ka ndodhur. Dhe veprimi i dytë, inkriminues, që është në akuzë, e keni e orienton të miturin. Por siç e keni vrejtë, përveç këtyre dy fjalive, pra, porosi të miturin, orienton të miturin në asnjë formë, në asnjë mënyrë, në asnjë shkronjë e në asnjë rresht. Prokuroria nuk e merr mundin si orienton. Me çka po interpretojnë këta orientimin, po shkojnë me marrë një qips, një Red Bull, po dal, po vazhdoj rrugën, ka më shku me të dashurën time, e këtu më vazhdu pjesën tjetër. Vetë sot nëse i dëgjuat, e vetë nëse ka për mundësisë me lexuat çfarë është shkruar, këta pretendojnë se arsimi nuk ka qenë madje as në objekt kur ka ndodhur krim. Por këtu që ka pretenduan se arsimi është personi që transportoi të miturin pas kryerjes së veprës penale. Pretenduan me dyshim dhe ne e quam në ekspertim. Ekspertimi erdhi që nuk mund të vërtetohet. Madje nëse kuptohen fjalët e përfaqësuesit të parës së dëmtuar, thoshte se te aeroplanet kush i jetë në gjomazis mund është me vërtetuar gjë. Pra edhe fakt të cilin këta e hedhnin para gjykatës me dyshim, e demantuan vetë në gjykim. Të vjedhimisht e përjashtuan çdo lidhje, absolutisht çdo lidhje me veprimin ose mos veprimin që ka kontribuar në kryerjen e këtij krimi për cilën thash e dënojmë si pasojë, e dënojmë si veprim, por për këtë duhet përgjigjet ai ose ajo që shpallet fajtor në një gjykim. Përveç fjalisë e orienton, nëse merrni atë akuzën dhe analizoni që jemi bindur që do ta analizoni ndërtoare fjali për fjali, gjithçka tjetër flet për të miturin, se si del, se si afrohet, se si shkon, se si pson, se si çfarë rregulle, sa të shtena e kështu me radhë dhe në fund fare e mbyll me kapitullin se janë sekustruar parën me leje në shtëpinë e arsimsyles rrjedhëmisht në shtëpinë ku ky ishte aty dhe u vune DNI nga policia për ngjarjen që ishte ndodhur djalit e tij dhe rrjedhëmisht ishte dyshohet që është përfshi djali i tij. Pra, në mungesë të fakteve inkriminuese, në mungesë të provave që mbështesin këtë dyshim e që ta e quajnë krim në emër të arsimit, prokuroria i bën në barë dhe madje kërkon sekuestrim konfiskim të orëve të cilat ishin në leje antifungit i cili ishte përthjesht për sigurim e jetës së tij dhe familjes së tij, e për cilat tashmë ka dosje enorme në prokuroria. As prokuroria, as pala dëmtuar nuk e kanë mohu e nuk kanë provu madje me mohu që arsimsyla, familja e tij ishin subjekt i ndjekjes për ndjekjes, sharjeve, fyrjeve, sulmit dhe në fund fare edhe tentimit për ta krijuar nga jeta, sikurse asnjëri as tjetri nuk e ka mohu faktin se kjo nuk ishte asnjë lidhje
me asnjë konflikt me hershëm mes arsimit dhe të tjerëve ose familjarëve të tij, por ishte thjesht haraq që dikush kishte vendosur me aqit atij për shkak se e shehnin si grupeçar, e shehnin si njeri kulturuar, e shehnin si njeri pa krah, të vjetëmisht e shehnin shtetin si dikush që përdhël kriminal. Pra, Arsim Sylla nuk është këtu para juve për shkak se kreu krimin që i bie në barë, është këtu për shkak se prokuroria po përpiqet në statistikat e tyre, me la veten që e solla edhe njeriu që ka qenë prezent. Sipas kësaj logjike, kushdo që kishte qenë, qoftë edhe shoku më i ngushtë i të niturit, qoftë edhe kamarieri ku ta kish pas bisedimin në shkallë të objektit, ose në lokalin ku kanë qëndruar këta, ta kish pas bisedën me të niturin, do duhet ishte bashkëpjesëmarrës sipas tyre në këtë gjykim dhe do duhet të kërkojë dënim. Tani të kthehemi komunikimit që këta pretendojnë që kanë ndodhur mbi shkallë. Unë kam shkuar dhe kam analizuar se cilën metër të Interexit në Qeraq. E kam pa lokalin, kam hyrë te tavolina ku kanë qenë, e kam pa rrugën se ku ka lënë, e kam pa parkimin se ku ka qenë vetura, kam pa kurreshtin e secilit individ që për secilën veturë që ka lënë sidomos në stinën e verës, mund ta ngrej për një njeri, por nuk ka qenë fakti mohuar dhe nuk e mohojmë asnjëherë. Ky njeriu këtu ka qenë i friksuar, ka qenë i trishtuar, ka qenë i terrorizuar dhe ka qenë në brigjet e sulmeve kundër tij dhe familjes së tij çdo herë. Dhe kjo për një kthy përgjigjes në pyetjen anëtarës së anëtarës të luar trupit gjykus, kur është pyet se kur keni ardhur të njoftu policinë, po e keni njoftu policinë. Jo vetëm në rast në secilin rast. Po e kemi kuptuar se vetura potencialisht mund ta rrezikojë jetën e tij, ose qoftë nga ata personalisht, qoftë nga të tjerët që do t'u uazonin rastisht ose qëllimisht, i kemi mësuar aty. Dhe kjo është arsyeja pse Arsimi i çu me dalë nga Interexi. Por nëse e keni vrejtë, jemi bindur që e keni vrejtë, e keni studiuar. Dalja e Arsimit, kërkesa thirrja kamarierit, pagesa faturës, nisja për të përgatitur për medal ndodh para se tani ndjerit dhe bashkëshortja e tij të vinë në të parkohen përballë Interexit ku pretendojnë se kanë shkuar për shoqet. Këtë besoj që nuk e konteston askush, këtë se kanë kontestuar as prokuroria dhe nuk mund ta kontestoj askush, besoj as në një fazë të këtij gjykimi. Sot apo kurdo që ndodh. Nderuar anëtarë të gjykimit, nderuar anëtarë. Arsim Sylla nuk ka pas asnjë detyrim të vetëm në këtë jetë, përveç që të paraqitet para organeve të drejtësisë, pra të paraqitet në polici në ditën kur i kanë shkuar në shpellë dhe nuk ka pas asnjë tentativë për të shmangë, as për të fshehë, as për tik, sepse një njeri që do të ishte i përfshirë në një krim si këtë, dhe një njeri që e dinte që ka qenë pjesë e një brandi kur si Big Brother me kamerat sigurisë andej, po të kishte pas një fije, dyshimi për implikimin e tij, kush ishte arsyeja që të priste në shpellë forcat e policisë, madje të shkonte vetëm një vetur fillimisht, pastaj të vinin policia tjerë, përveç një logjikë që ndoshta do të shante në konstatimin se mbase vërtet s'ka pas lidhje në këtë rast, dhe shoku njësoj kur e ka kuptu, si kurse në shoku shumë të tjerë kur e kanë pa si pamje e si ndodhi. Arsim Sylla po përdor deklarimi i tij në thjeshtje në polici dhe prokurori u përdor si argument kundër. Ndërkaq deklarimin gjykat, mos i besani se është për të shmangë përgjegjësi. Por thjeshtja në një rast kur dikush e ka përballë hetimin e në shpresë edhe të gjykimit një fëmijë 17 vjeçar në atë kohë tash me i pjekur, është minimumi që do ta bënte një brend për të mos ia keqsu ose rrezikuar pozitën e tij përballë kujdo institucion. Thjeshtja në prokurori po ka po ashtu këtë vlerë e këtë rëndësi. Jo për të fshehur veprimet e tij, sepse veprimet e tij janë të pasqyruara në mënyrën më detajuar këtu, por për të kujdesur që siç ja garanton ligji, madje siç ja keni tërhequr drejtën edhe disa herë, përfshirë sot, se nuk është i obliguar për të përgjigjur të pyetjeve të cilat vetëm nëse një antar të ngushtë familjes edhe para trupit rënd janë konsideruar material ose ndjekjes penale. Tani është krem që pse ky është shfrytëzoi këtë drejtë? Është krem pse ky vendosi që të mos deklarohet për një fëmijë që as nuk kishte kontaktuar
as nuk e kishte pa, as nuk kishte pas mundësi ta pyesë që ka ndodhur ditë në Interax për vesi. Prandaj nuk mund ta shihni, nuk mund ta merrni as ju si krem dhe jam i bindur që një gjykatë e një trup profesionist si nuk e marr heshtjen si provë kundër të vërtetës. Në këshillim të votim, gjykata ashtu sikur se gjyka, ashtu sikur se që nga fillimi niset nga një kant. Para vetes se kemi një vit të pafashëm. Sepse kështu ja kërkon kushtetuta, kështu ja kërkon ligji dhe barën e të provuarit e ka bartë andej. Në qoftë se ju keni munis, prej kësaj premise jam i bindur që nisën dhe duhet nisën, atëherë keni në marrë qoftë fjallën të fundimtare të publikisë, qoftë parashtrimet të palës në tila, qoftë dëshmit e dëshmitarëve të administruara këto, dhe do t'i krahasoni me dy gjëra. Porositjen, me çka përprovojnë? Përbesa as një fjallë, as një fjallë, as një dëshmitar, absolutisht as një. As pola të më 2. Orientimin me çka përprovojnë. Kemi praktik tashmë të njohur të gjykatës ndërkombëtare të Bregtisë, përkatësisht një zanë presidente së kohët Kenias, por është tash president madje, kur prokuroria si prova i propozon deklarimet e tij në një fushat për nxitje të urrëties dhe përçarjes statësore, deklarimet përkatësisht videoingjizimet pa zë. Dhe i fton gjykatën me besu se çka po thojnë këta është e vërteta. Pra, edhe pse nuk kanë audio, thot besoni në neve se këta kështu kanë folur. Ky kështu i kanë nxit ata. E ka thënë me përgatitjen ashtu të parimi i dubio pro reo. Nuk e lejon gjykatën për të interpretuar sipas shefit të shirës forcë të fakt, i cili bie ndesh me logjikën dhe bie ndesh me provën tjetër, që janë të gjitha dëshmitë e dëshmitarëve, duhet merret në favor atij që po kërkon drejtësi për ai. Nëse shohim peshën e krimit dhe nëse kërkojmë një kurban e duhet jetë gjithsesi në kurrë të arsimit, jemi pafuqishëm. Por nëse shohim peshën e krimit, garancitë ligjore, kushtetuese, që i ofrohen secilit qytetar të Republikës Kosovës, qoftë ai që është në ndaj, qoftë ky që është përballë gjykatës duke kërkuar drejtësi, atëherë vesnia gjykem mund të jetë i drejtë dhe i lehtëshëm këtë rast është gjykimi virus. Sepse këta e kishin detyrim me provu porositjen, këta e kishin detyrim me provu orientimin, këta e kishin detyrim me provu marrëveshjen, këta e kishin detyrim me provu furnizimin, elementin subjektiv e objektiv të secilit vetë penal. Në mungesë të provuarit të këtyre fakteve, patjetër se me sy mbyllur dhe duke respektuar betimin që e keni dhënë, duhet Arsen Syga telerohet nga kjo akus. Kthehemi dëshmisë të dëshmitarëve. Secili nga dëshmitar tjetër, përveç zonjes Sulejmani, secili nga ta flet për fakte dhe rrethana të cilat janë të pakontestueshme, të papranueshme, të pasfidueshme nga ana jote. Nuk e kemi kontestuar se kanë ndodhur të frikëferat, nuk e kemi kontestuar që ka pasur njerëz të tjerë, nuk e kemi kontestuar që është lënduar një person, nuk e kemi kontestuar që ka pasur një gjendje aty dhe që dikush i është ofruar me dhuntim, por mos harroni, nuk e kemi kontestuar as faktet të cilat, nëse e kujtoni menaxherin e atij vendi kur e kanë pyetur sa mund shihen nga shkallët të lartësia rafta dhe ta pamëson një gjë të tillë. Pra, lartësia rafta që kam pa unë me sytë e mi në Interax ku bëhet tregtisht dhe ditë, e përjashton çdo mundësi që i mituri ta ketë ose të arsimi, ose të dy bashkë, ta kenë pas mundësin për ta pa nga pjesa shkallëve lartë ku gjindej tash i ndjeri bashkë me bashkëshorten e tij. Vedat Ferrati, nëse nuk ka bëj me emër, është dëshmitari i cili gjykatës ja ka sqaruar edhe ku ndodhet poshtë e diellit, edhe ku ndodhet pjesa tjetër e hyrjes dhe rrjedhimisht edhe ku ndodhej vetura ka mund të shihet apo jo nga sytë e lirë, përkatësisht pa pengesa nga arsimi dhe djali i tij.
ju kujtohen pyetjet e anëtarit të nderuar të gjykus, ju kujtohen përgjigjet e dëshmitarëve dhe ju kujtohet po ashtu që nuk ka asnjë lidhje, është krejt në pjesën tjetër thotë që është kushti i tij. Tani, me që nuk ka mund ta shoh fizikisht, me që nuk ka mund ta di as që ekziston, me që ka dalë po dy vërtet. Me që nuk ka qenë as përsa afër me kontakt me të, apo me familjarët e tij, apo me miqtë e tij, për të ardhur ndjeni për një veprim të tillë, si mund konkludohet se ka pas plan për ekzekutim? Si mund konkludohet kur akoma pa ardhur? Tani ndjerë me pashportën e tij, këta kërkojnë llogarinë, këta bën gati për të dalë nga aty. A është krem ju friksu dikuj, ose a është krem me përballë me mos më dash me përballë me dikan? Përbesje. Përbesa është subjektive, edhe besoj që nuk në shkolla as me leq. Frika është tërësisht për septem që dikush mund ta ketë dhe dikush çka ka rëndësi për një gjykatë që ka menduar drejtësi se kush është bindja ime për një person saktuar. Unë mund t'i gëzohem tekën se dikuj, unë mund t'a du fatin e zit dikuj, ose mua mund të më piklaj, të rëndaj humbja e dikuj, dhe mund të më godas pa aqsa familjarin e tij, qofse ka pas një lidhmëri me atë person që ka ndru jetë ose që ka mund jetë. Tani e dëgjua një argument se arsyeja pse arsimi ju pas ka referu me backgroundin e tij që pas ka ndërhyrë dhe gjykata, që nga prova që vërtetan porositjen dhe që vërtetan orientimin. Nëse kjo është standardi i provuar, nëse kjo është për te dyshimet e mirë bazuar, nëse kjo është fakti që arsimin e bën kriminal, atëherë përbes nuk pas ka pas nevojë për gjykim, nuk pas ka pas nevojë për ndeshur dëshmitar, nuk pas ka pas nevojë për të administruar asnjë provë, sepse pas ka qenë që nga fillimi e ditur se ky ka denoncuar në polici në atë ditë. Të bëma e tani të ndjerit dhe shokëve të tij. Por, në qoftë se për të konsideruar fajtor, përveç se duhet kryesh veprime individuale, duhet të plotësosh edhe disa elemente të veprës penale, atëherë rastin konkret nuk ka ndodhur në asnjë mënyrë, as për me dini, as me dashje, as me ndihmë, para apo pas kryerjes së saj. Është në vizore një. Nuk ka pas ndihmë, as para ngjarjes, as gjatë ngjarjes, as pas ngjarjes. Detyrimin për ta provuar ndihmën e kanë pas këta. Detyrimin për ta provuar kontributin e kanë pas po këta. Detyrimin për ta vërtetuar njohërin e arsimit e kanë pas po këta. Dhe mi gjitha, detyrimin që arsimit është pajtu me pasojën që arbet është shkaktu e kanë pas po këta. Nuk bën asnjë tentativ, nuk bën asnjë përpjekje, nuk kërkuan asnjë provë e asnjë dëshmitar. Ndërkohë që të gjithë dëshmitarët u dëgjuan nga ana tyre, asnjë nuk ishte nga ana jote, pra sepse nuk ishin madje edhe familjari, familje i cili u ftua në prokurori e në polici për të deklaruar se nëse ishte arsimi ky dhe nëse ishte djali i tij, kush e ka kontestuar? Kur e kanë mohu? Ves njëra e hetimit në këtë rast ka qenë më shumë, ka ngjasur në fakt më shumë për septimin se sa hetimi. Është ftu vllau, të cilin i kujton që ti të shkosh në burg po ashtu, për shkak se ka dalë të marrë vllahun dhe djalin e vllahut për marrë me qiu e me jetu si që ka e jetu çdo herë edhe pse në frikë. Tani, lista dëshmitarëve nuk do ndalen nga ne, për shkak se gjykata i ka dëgjuar, por do të ndalen vetëm te ata, përkatësisht të asnjëri, në fakt, se s'pas kam as kujt më referu për elementet e inkriminimet që prokuroria i ka përshtuar për ai. Por të ndalen të mbrojtja arsimit. Arsime, si që keni pa dhe vrejt, ndonë se i shokuar e besabes nuk ka njeri më të rënqetur sa ai se del para gjykatës për me kërku drejtësi, që në njërën anë e ka peshën e implikimit të fëmijës së tij, në anën tjetër e ka fatin e sigurinë e familjes për diçka që as ka faj e as kishte dini. Arsimi u asaroi se kush ishte nga lindja pothuajse e deri në ditën e arrestimit,
arsimi u asharoj se me shka meraj e shka punante, arsimi u asharoj se pse erdhe në Kosovë, dhe sa herë kishte ardhur, dhe sa kishte qëndruar, dhe kush kishin planet e tij të afarizmit, dhe kush ishte investimi i tij bashkë me vllahun e tij edhe në Shqipëri. Arsimi u asharoj juve se çdo ardhje e tij është shoqëruar me financim polici, çdo ardhje e tij është shoqëruar me kujdesin maksimal e shmangjen nga një rutinë e një njeriu normal, jo për nga dëshira për shkak të frikës e kërcënimeve. Dhe arsimi u asharoj juve se atë ditë ka qenë ditë e zakonshme për të dhe familjen e tij, se atë ditë ai ka dalë në Vlorë, jo për të ndodhur ajo çfarë kishte ndodhur, por ka dalë në Vlorë për të kryer detyra e për të kryer punë siç i ka shëruar këto, ndërkaq i vitri me një qëllim për cilin edhe kishte ardhur që në fillim, kishte ardhur për të takuar me dashurën e tij, për cilin e kishte njoftuar edhe familjen dhe normalisht edhe prindët e saj po besohet që e kanë ditë. Arsimi nuk bëri asnjë veprim të cilën ju mund t'ja vëni emrin kret. Këtë e thot ligje, këtë e thot kushtetuta, këtë e thot baba e të provuarit, këtë e thot parimi në dubio pro reo, dhe mbi gjitha, këtë e thot se nuk po shësha në shota në koti, edhe të vora. Po. për vendesën e ekonomisë në vëndesë, por ka ndodhë si ka ndodhë. Krejtë s'kam letë kolegës nuk është të shkru, për këthejme prapë pjesës mbrojtjes së arsimit, pra arsimi u asharoj juve që kërcënimet, të cilat gjyqtarja ndërruar e pyetje a është marrë ai për të shkruar në ekzaminet. Dhe përgjigjen e dini, se cila ka qenë, tha që ato kërcënime i kanë pa fëmia, dhe kërcënimet ka qenë të drejtuara edhe të fëmia. Tha që kërcënimet i ka pa edhe bashkëshortja dhe tha para juve që për kërcënimet e kanë dëgjuar sepse ka qenë e pamundur me i fshehë e me i mohu edhe në familje kur kanë bisedu, sado që e nënvizoj që nuk kemi dashur me i involvu. Arsimi u kryet para kësaj gjykate nëse i ka pa ndonjëherë parën të mitërit. Dhe përgjigja e arsimit ishte kategorike. Kur vjetën e tij, as nuk i ka parë, as ka qenë ndjeni që ai din me përdorë dhe për më tepër nuk ka qenë asnjëherë në asnjë poligon me djalin e tij, edhe pse armët e tij sipas tij janë mbajtur në sirtar, në përputhje me ligjin dhe të kontrolluara maksimalisht atë sa ka lejuar mundësia e prezencës së tij. Pra Arsim Sylla në mbrojtjen e tij e ka heqë çdo dilemë për bimjen tij të një vëzhguesi objektiv, që në rastin konkret, ky nuk ka kontribuar në krye, që në rastin konkret, ky nuk ka qenë ndjeni as për mënyrën, as për vendin, as për formën, as për rezultatin e atij veprimi që i vihet në bakën të miturit, dhe ka dëshmuar për te çdo dyshimi se po talente do të bënte gjithçka që ishte në kapacitetin e tij për t'i dalë përballë dhe nuk të ndodhte kur rasja e familjes të ndjerit as me pak lëndimi për shkurtës së tij. Nuk do të ndodhte kur vrasja tani të ndjerit e as lëndimi bashkëshortës së tij,
po të kishte mundësi me parandalu kë, sepse si që ka thënë para juve, nuk kam rrit fëmijë për dur me gjak, e nuk kam rrit fëmijë për me përballë me krem, po jam mundu maksimalisht, jemi mundu në fakt maksimalisht që t'i mbajmë larg të keqes, e t'i arsimojmë, e t'i shkollojmë, e t'i punësojmë. Arsimi e ka sqaruar që e ka një djalë, e ka sqaruar se familja e tij gëzon reputacion në shtetin ku ai jeton, dhe ka sqaruar edhe djali i tij se ku punon. Pra nuk janë familje kriminale dhe mundësinë e tyre nuk ka pas plan, e nuk ka pas as zbatim ka ati plane, ka pas një tragedi që është përkthy me një viktim, një plagosur, me një tri, i cili sot kërkan drejtësi në shtetin ku ai është aktualisht prezent. Me qenë se tashme faji ka adres, me qenë se faji ka emër, e ka një emër, se paku në dyshem. Me qenë se pamjet e tregojnë se arsimi nuk kishte asnjë implikim. Me qenë se garancit ligjore në situatat e tilla i japit një shpajsim, apeli ynë në emër të arsimit, familjes e tij është që për arsim syden të ketë drejtësi, për arsim syden të zbatohet parimi në duke prevejë, për arsim syden të niset këshillimi dhe votimi nga kënd vështrimi i një personi të pafajshëm, i cili nuk e ka për obligim me provu pafajësinë e tij. Pra ta analizojmë këtu arsimi se kishte obligim me provu pafajësinë e tij, por fajësia e tij do duhet të provojë që në prokurori. E mandejta paraqitet në gjyqësi për gjykim. Për këto arsye, me shumë respekt, duke falendëruar për kohën, durimin e të treguar ndjesë për ato momente kur kemi pas mundësi me u harmonizu, ose s'kemi pas mundësi me u harmonizu e me gjetë datat përshtatshme që ky gjykim sa më shpejt në përfundu. Unë edhe njerë kërkoj një gjykim lirues, sepse kështu do të ishte drejtësia, kështu do t'i hapi rrugë një gjykimi përtej Ballkanit, dhe rrjedhimisht kështu do të merrte drejtësi edhe palët dëmtuar dhe edhe vetë i akuzuar dhe familja e tij. Jam shumë keq për këtë rast që ka ndodhur, për gjithçka që ka ndodhur pa dijen time, pa kontrollin dua t'i falenderoj qytet dy avokatët të mi. Kjo është pjesë nuk Sarkastikisht.